Rafet Hysenin nga Vushëria sapo kishte mbushur moshën madhore kur u bë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të luftuar kundër Serbisë. Lufta e tij vazhdoi edhe në Preshev e në Maqedoni. Por më shumë se një dekadë më vonë, Rafeti mori rrugë mijëra kilometra larg dhe përfundoi duke luftuar për ISIS-in në Siri. Familja Hysenin u njoftua se ai u vra nga një shpërthim në dhjetor të vitit 2018, moment që i vllai Avniu e përjeton shumë rënd edhe sot. Dikon 2 vjet e gjys nuk kena ditë kurrë për fatin e tij. Na vdes migja i madh. Babën e kisha smut pe kancerit. Edhe e ka pa. Ka dërrujet mishë. Edhe u lajmënu. Patëm qef. Edhe në tregoj që ishë martu, ishë pas një vajzë. Baba ishë ma mirë për operacionit. Nëse e rumë babën thamë të të në neve për mesën. Po nuk shkej shumë edhe shna ka informata ka ime në shpi atje. S'ka pas që ahojnë. Ka eksplodu. Që të dyre ati. Këtë të që kam ledhë sopa. Me fjallë sajna na kina majtë pëmën. Po e falendër edhe në atë kohë ka qenë kryeministë Ramsh Haradinaj, falendërej shumë. Që boni diçka për këta që janë me të bilim edhe na i kthej. Sot e kena që kënë tina në Prishtinë, në nëndë vetë. Shkojmë me vizitojmë, vjenë, e kemë pak një diçka tina. Se jo që më në vlo, po edhe pe Shkupje në Argjinja për ta, edhe pe Shqipnije, kur kanë një për raste, na kanë ngushtu, falendërej gjithë. Me hamën tërës, edhe suna me ditë, se ka pasë shoqëni gjithanshme. Shumë ka pasë shoqëni, madhe, ka marrë pjesë të luftat, ka ndosh gjinja shumë, po dhe të qytete. Avniu ka shumë pikpyetje për përfshirjen e vëllait në Siri. Ishë në Norvegji, kur ndodhi lufta e Sirisë, edhe u kthy pe Norvegjisë. Edhe na nuk kena ditë çfarë plane shka ai, kur në Ramazan. Ka thirë nona se fermu që edhe u qumë, si gjë. Ka thamë, lajmërej thara fejti. A, ku eshe, se nuk ka të regu kur, për punët e tina, që këna marrë vesh për vës telefonit, janë filën vena dhe konë qasë i tipi, qasë i djali që i ka bu dë sene, po se ka diskutu kur me kërkan. Edhe në janë nisi nona po dridhet edhe për të tha pe Sirijës, që shmëre, aty vësa o vëz lufta. A i sharë me qëllëm që me shku atje. Minimu ati populli shumë vujtën, po nësë si këna në gjovët. Se s'kina pas kur farë lidhesh me ta, pa ta që nga ma të vujtën se na. Po që e ka nëzit ato me shku, ta shumë nuk mëna me dit. Unë e di që u konë qa që i dhonën edhe mas fejsë. Shumë më ledhë. A ka një dalë mas fejsë edhe gjatë luftës Kosovës? Ja. Vanë ka nisë. Vanë mas luftës Maqedonisë. Lidhëm në thonë, po, mëti. Në luftën e Maqedonisë ja ka nisë? Ja ka nisë më falë, po, ja ka nisë më falë. Atje, mërzia ka pas gjithë. Edhe dohonit jo alkoholit, po edhe dohonit ja ka pas mërzi. Ka një djallë shumë me t'i pare të prejne, sinqert. Po, që me po. Kur kanë kaluar gati 7 vjet, familja Hyseni kërkon nga shteti i Kosovës që të bëjë çka mundet për ta kthyer trupin e Rafetit në Kosovë, në mënyrë që ai të varroset këtu. Pas dëshirë, pas që më bo veç një hapër këtë shtetë tonin,
si unë si ai tetëre që këtë jenë atë një brumit. Dhe për ta djemë tonë që na shkun atje, jo për temin, për nështë ta kur kjo punë nuk bëhet, po kësha pas qef qysh edhe nesra më bëvo. Bilim shta ishna që aty në t'i kem familjartë, në pas mundësi dyqysh, unë bërëjtë s'ka mundësi, mëna nështë ta me shu, po si ju në më drejtu dhe mëna me hupa dhe vetë, shemë, se e këna përrejtu luftën, e dim që shojnë sa mas luftës. Të njëre, dhe me shku të kush më drejtu, a optanë. Nuk pritaj, për ata, për të rest familjes teme dhe dvorët tina, po për të shkallët jesë kam qalypi, se kam Kosovën e lirë dhe moj me të kisha pas dëshirë. I kisha apelu presidentës, qeverisë Kosovës, shtetit Kosovës, nëse kanë mundësi diçka të armën, se njerë për njerë hala s'ka njoj e për tyne, një ta kemë u konë mes presidentëve, me apelu për bilim paktën, për mes ADN-s mi gjetë eshtrat e tyne, edhe me pas bilim paktën eshtrat e tyne me pas e ditë ku i kemë vorën një sigur. Edhe sërbë që ne kanë marrë eshtrat në luftë se din familjarë ku i kemë. Kosova ka numrin më të madh për nga nivelli popullatës së atyre që kishin shkuar për të luftuar në Siri kundër Asadit dhe në Irak. Ende është në fuqi ligji që i dënon me burgim të gjithë ata që kanë marrë këtë rrugë. Dhe kjo mund të jetë një nga temat e diskutimit para njohjes së pritshme të pavarësisë së Kosovës nga Siria.